mendoja. More, mos e ka fajin fakti që ne kemi një kryeministër që është zyrtarisht bullizues, që I ka bërë gjithë tjerët jenë të mendojnë që mund të bullizojnë dhe të ofendojnë këdo? E dije që do ishte kjo reagim. E vërteta është e sikletshme, po duhet hequr si ato. Tani, bullizmi është pjesë e një stigmatizimi dhe është pjesë e një shfaqet si një, jo gjithmonë, por në shumicën e rasteve shfaqet si një dhunë verbale, dhunë psikologjike, dhe ne si shoqëri, në përgjithësi jemi një shoqëri e dhunshme. Dhe një ndër arsyet pse jemi shoqëri e dhunshme është sepse na mungon dhe pak leadershipi pozitiv ose leadershipi paqësor. Okej. Paqësor në kuptimin që ne kemi nevojë për një nanos na pëlqen shumë e pit gjithë. Domethënë kemi nevojë për një kulturë paqësore debati dhe kemi nevojë për të pranuar tjetrin dhe për ta duartrokitur tjetrin pavarësisht se kush është tjetri. Kështu që ajo që ju thatë ndoshta është pjesë e STR-s marrë në raste specifike ose në raste të veçanta. Pra modeli që ne kemi jo gjithmonë le të themi është atje ku duhet jetë. E kuptoj. Ballauri?